dekretin tjetër për emërimin e zonjës Ledina Mandia zëvendës kryeministre. Hapet votimi. Hapet votimi. Mbyllet. 119 pro, 2 kundër, 1 abstenim, miratohet. Zonja Mandia. Dekreti tjetër shkatonin Xhafa, ministër i punëve. Hapet. Mbyllet. 104 pro, 5 kundër, 6 abstenime, miratohet. Dekreti tjetër është për emërimin e zotit Drytan Demira, ministri i punëve të brendshme. Hapet votimi. Hapet. Mbyllet. Me 107 vota pro, 4 kundër, 7 abstenim, miratohet. Dekreti tjetër është për shkarkimin e zonjës Olgerta Manasterliu, ministër i shëndetësisë. Hapet votimi. Mbyllet. Me 114 pro, 4 kundër, 3 abstenime, miratohet dekreti. Për emërimin e zotit Arben Beqiri, ministër i shëndetësisë. Hapet votimi për dekretin e tij. Mbyllet. Me 118 pro, 3 kundër, 4 abstenime, miratohet. Dekreti për shkarkimin e zonjës Olta Xhaçke, ministre e mirëqenies sociale dhe rinisë. Hapet votimi. Hapet votimi. Na falni, ka një problem. Për shkarkimin e zonjës Xhaçka, po. Hapet, vazhdojmë. Mbyllet. 113 pro, 2 kundër, 2 abstenim, miratohet. Për emërimin e zonjës Gjulieta Kërtusha, ministre e mirëqenies sociale e rinisë. Hapet votimi për këtë dekret. Vazhdojmë. Mbyllet. 118 pro, 3 kundër, 2 abstenim, miratohet. Dekreti për shkarkimin e zotit Arben Ameta, ministër i financave. Hapet votimi. Mbyllet. 107 pro, 3 kundër, 5 abstenim, miratohet. Për emërimin e zonjës Helga Vuka, ministre e financave, për këtë dekret hapet votimi. Mbyllet. 116 pro, 2 kundër, 3 abstenim, miratohet. Hapet votimi për shkarkimin e zonjës Lidita Nikola, ministre e arsimit. Hapet votimi. Mbyllet. 109 pro, 1 kundër, 4 abstenim, miratohet. Hapet votimi për dekretin për emërimin e zonjës Mirela Karabina, ministre e arsimit dhe shkencës. Hapet votimi. Mbyllet. 111 pro, 3 kundër, 3 abstenim. Dekreti për shkarkimin e zotit Petrit Vasili, ministër i drejtësisë. Hapet votimi. Hapet, vazhdojmë. Mbyllet. 102 pro, 10 kundër, 6 abstenime, miratohet. Për emërimin e zotit Gazmend Bardh, ministri i drejtësisë. Hapet votimi. Mbyllet. 106 pro, 3 kundër, 5 abstenime, miratohet.